që lidh fshatin Gjyr me pjesën e Veriut, si do jenë masat që do merren dhe sa problematike ka qenë kjo këtu ditë? Jemi sot këtu në fshatin Gjyr, për shkak të prurjeve të shumta të shirave të fundit, u dëmtua këmba e urës Gjyr. Bashkia Librazht ka filluar punën për rikonstruksionin e rrugës së vjetër që lidhet fshati Gjyr me fshati Qukës. Dhe dua të falenderoj të gjithë punojësit që po merren me rikonstruksionin e kësaj rruge, që po bëjnë të mundur që të punojnë 2 turne, duke pasur parasysh edhe kohën e keqe, ato po punojnë në shi, në të ftohtë, në baltë, dhe shpresoj që brenda kësaj jave të jetë aksesueshme segmenti i rrugës së vjetër. Dua të siguroj të gjithë banorëve të fshatit Gjyr që keni në krah bashkinë dhe po bëjmë të pamundur që kjo rrugë të jetë aksesueshme brenda 1 muaji, që do të jetë funksionale siç ka qenë më parë. Dua t'i falenderoj për vonesën dhe për bashkëpunimin. Faleminderit. Ka një plan për rikonstruksionin e urës dhe sa mund të kushtojë kjo për Bashkinë e Librazhit, sa e mundshme është nga ana financiare? Ne kemi bashkëpunuar me Ministrinë e Mbrojtjes, ku duhet të falenderoj dhe Ministrin e Mbrojtjes, na vuajnë në dispozicion drejtorinë Gjenios dhe erdhën e konstatuan në vend dhe na thanë që nuk ka probleme në lidhje me kalimin këmbësor, probleme ka vetëm me kalimin e makinave, nuk duhet kalojnë makinat, dhe ato po merren me preventivin dhe do na mbështesin në lidhje me këtë financim të kësaj ure. Aktualisht është një rrugë tjetër kryesore. Rruga tjetër, siç e përmenda pak më lart, po e bën bashkia, rikonstruksionin e rrugës së vjetër që lidhet fshati Gjyr me fshatin Qukës.